Kryeqendra e ditës së verës Elbasani ka gjithçka gati për festën tradicionale të ditës së verës. E gjithë java do të jetë e mbushur me aktivitete të larmishme, të cilat padyshim fillojnë me fëmijët e shkollave dhe kopshteve. Festimet jo pa qëllim janë nisur me panajir tradicional të fëmijëve me qëllimin e madh të përçimit të traditës. Pranvera tashmë ka zbukuruar rrugët me lulet e para, ndërsa në të gjithë qytetin ka filluar të ndihet aroma e këndshme e ballokumeve që janë dhe gatimi tradicional i kësaj feste. Tradita e do që dita e verës të festohet në Elbasan dhe ky qytet është bërë gati për të pritur mijëra vizitor nga gjithë Shqipëria. Bashkia e Elbasanit ka parashikuar një agjendë të ngjeshur festimesh, të cilat do të kulmojnë në data 13 dhe 14 mars, por do të shkojnë edhe përtej kësaj date. 14 marsi pasohet nga fundjava, në të cilën po ashtu janë parashikuar aktivitete me qëllimin që vizitorët këtë fundjavë ta kalojnë në Elbasan. Ndërkohë festimet të përmasave të mëdha të ditës së verës do të ketë edhe në Bashkinë e Belshit dhe në Çermenik të Librazhdit, ku ka zënafillën kjo festë.